Gjatë këtij viti, qytetarët e Kosovës u janë drejtuar së paku 3 herë kutive të votimit, madje disa edhe 4 herë, aty ku kishte balotazh për zgjedhjet lokale. Vetëm pak kohë pasi ato përfunduan, u shpallën zgjedhjet e reja nacionale, pasi partia që mori shumicën dështoi të formojë institucionet. Tash, zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare do të mbahen me 28 dhjetor. Si në zgjedhjet e kaluara për kuvend, edhe në këto partitë kryesore kanë hyrë në garë me të njëjtit kandidat për kryeministër. Kandidatët për kryeministra si Albin Kurti, Bedri Hamza, Lumir Abdigjiku dhe Ramush Haradinaj kanë bërë tashmë edhe zotimet e para për qytetarët. Në vazhdim do të shihni shkurt top 5 premtimet kryesore të secilit kandidat për kryeministër. Nëse Kurti arrin të bëhet kryeministër, ai ka premtuar miratimin e buxhetit rekord prej 4 miliard euro për vitin 2026, procedimin e ligjit të ri për çmime tavan me qëllim frenimin e abuzimit të tregtarëve me rritjen e çmimeve, procedimin ndryshimit dhe plotësimit të ligjit që heq kufizimet e punësimit për veteranët e UÇK-s që përfitojnë beneficione, miratimin e vendimit për pagesën e pagës së 13 për të gjithë shërbyesit publik që në fillim të vitit, miratimi i pakos për përballje me inflacionin 2.0 në vlerë prej 200 milion euro. Derisa kundër kandidati Kurtit, Bedri Hamza nga partia e dytë, më e madhe në vend, PDK ka premtuar rritjen e pagave prej 50% të sektorit publik, rritje pensioneve prej 50% përfshir ndihmat sociale dhe është zotuar se pensioni më i ulët do të jetë 250 euro. Ulje e tatimit në paga, TVSH 0% për produktet esenciale, TVSH 0% për energji elektrike. Lumir Abdigjiku, kandidati për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, është zotuar se me ardhjen e tij në pushtet, pagë për policët, zjarfiksit dhe ushtarët do të jetë 900 euro. Për mësuesit mbi 1.000 euro, shtesa më të mëdha për fëmijët e posalindur, 6 muaj pagesë për çdo të posadiplomuar dhe pension 300 euro. Premtimet kryesore në fushat i ka zbardhur edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, që kandidat për kryeministër e ka kreun e partisë Ramush Haradinaj. Ky i fundit ka premtuar antarësimin e Kosovës në NATO në një periudhë shumë të shpejtë, si dhe ka thënë se do të ketë luftë pa kompromis ndaj krimit dhe korrupsionit, investime strategjike në kapacitetet energjetike për energji më të lirë dhe Kosovën si qendër rajonale energjetike, dyfishim të buxhetit të shtetit përmes rritjes reale ekonomike, si dhe zero tatim për 5 vjet për investimet nga Mërgata dhe lehtësimi i shkëmbimeve me Shqipërinë.